Për fat të keq, në mas të madhe të majtën e Shqipërisë, majta e Shqipërisë, kryeqyteti ka Beogradin. Vazhdon Në mas të madhe, shumë. Vazhdon të ketë edhe atë në mas të madhe. Nuk them sa 4-5, mirë po aty diku. Aty ajo është e çuditshme, me të vërtet. Fundit, pjesa dërmuese e të majtës në Shqipëri edhe ndjen Beogradin si edhe e ka të mendësi. Kjo është për shkak traditës themelimit Partisë Punës? Sigurisht që është edhe ajo, është edhe shumë çka tjetër, në fund atje edhe mbretin e ktheu mbreti serb në Shqipëri. Domethënë, Serbia gjithmonë ka pas ndikim në shumë çka që ndodh në Shqipëri, nuk është prej dje. Edhe ndikim ajo e ruan, mundohet ta ruaj, tash sa i arrin, nuk e di unë, mirë po ta zëm me Piktorin e arriti shumë, se Ballkanin e hapur, në një farë mënyre, Piktori i shpërlau duhet e përgjakurat të Vučićit, se shpalli atë njeri që punon për stabilitetin e Ballkanit, për të mirën e Ballkanit. Atë të mirë që ja ka bë Piktori Vučićit s'ka mund t'ja bëja asnjë. Asbile asnjë serb, s'ka mund, as ta ndihmoja atë ta shpërlaj. Sa ai është i dalë prej kapotës së Miloševićit, edhe ti atë ta shpallish njeri ideolog që do të bëjmë me këtë Ballkan të hapur, po ti ai tjetër i fundit që ka mbet me atë nuk bëhet. Sa është njeriu që tha, ju e dini që për një serb të vrarë do të vrasim 1100 bosnjak. E do më thënë, ju atë tani më ja shpërlani gjitha këto, a ishte në Pale, atje nalt, ku gjuheshin fëmijët bosnjak, edhe rrinte nalt, edhe raportonte prej atje. Do më thënë, ju ta dini se vetë sërbë, për shembull, atë e konsiderojnë si krim të luftës. Vetë sërbët, jo unë, ju ndëgjoni atje, për shembull, opozitare, e intelektual, që thonë si ky duhet të shkoj në gjyq shkaku i krimeve të luftës, e ju shkoni si Piktor, si kryeministër i Shqipërisë, ku ai ka vrarë, ku ai ka bërë projekte për të shfarosjen e popullit tënd, shkoni thu ne jemi vëllezër. Po duhet të jesh me vërtet, duhet të jesh njeri pervers që këtë ta bësh. Këtë mund ta bësh ama mos të çe asnjëni, po ta bësh edhe të lavdohesh me atë, duhet me vërtet të jesh diçka radaken ose të jesh ti njeri që s'ke as ndjenja, as s'ke lidhje as me shqiptari, as me kogja, vëlla, ty t'intereson vetë që t'jesh një njeri që në botë konsiderojnë si kosmopolit, si njeri të shkarkuar për gjitha ngarkesave etnike. Nëse e bësh kafshë çdo gjë, i lejon vetës. Ka të shtunin një ndeshje Shqipëri-Serbi. Ke ndonjë parashikim? Po nuk kam asnjë parashikim, unë mendoj... Ndeshje futbolli, kam fjalë. Po, unë duhet të kaloj mirë, s'ka arsye pse.